Nga themelimi i grupit legjendar Etno Engjujt, të cilët kanë bërë revolucion në repin shqiptar, siç e potencova, pa promovuar antivlera, pa promovuar krim dhe pa promovuar fenomene të cilat tashmë janë bërë normale, dhe mua më vjen shumë keq që shoqëria jon ka nisur ti normalizoj këto fenomene edhe në këngë me të cilat rriten gjeneratat e reja. Kështu që qëllimi i kësaj bisede është që ta kujtojmë këtë kohë të ardhmë dhe ndoshta thjesht i motivojmë edhe repartistët e rinj që të kthehen pak te identiteti me cilin ka filluar edhe grupi Etno Engjujt, pastaj u shkrinë Etnon dhe sigurisht Gens Prelvuka i vazhdoi edhe si solo artist, ashtu siç po vazhdon edhe 6 dhe 7 vitet e fundit. Gjithashtu unë dua të flasim pak edhe për kthesën e tij në sferën politike, por nuk do të futemi në politikë aq shumë, thjesht duam të dimë se si e gjejmë Gensin, kështu që me shumë kënaqësi unë do ta prezantoj atë. Është nder për mua Gens që ti jesh pjesë e emisionit ton dhe të flasësh, t'ju drejtosh gjithë shqiptarëve të Maqedonisë, të cilët kanë një simpati të jashtëzakonshme për ty personalisht si profil, por edhe për grupin që ju keni themeluar. Faleminderit që erdhe. Faleminderit për jush për ftesën, e kam kënaqësi të jem në studion tuaj. Gens, pyetja ime e parë do ishte kjo. Kur keni filluar, keni qenë fare të ri, më thuaj ka qenë kjo një thirrje e juaja, apo si nisi gjithçka? Si nisi gjithçka për Gensin? Nisi spontanisht. Tani na nuk I kemi pasur dhe moshën me bëni studim fizibiliteti. Po, fiks, prandaj po thema ka qenë ndonjë thirrje. 15-16 vjeç dhe kemi dashur si aktivitet dhe kemi filluar me punu profesionalisht prej atëherë. Prej ka ideja, ndoshta burën edhe prej varfërisë, aktiviteteve që kemi pasur në Kosovën e shtypun edhe të pushtuar, sepse në atë kohë internet nuk ka pas, që mi gjetë njeriu do të drejtimit, angazhimit tjetër, edhe ka qenë sporti, eventualisht arti, si dy fusha ku trita asaj kohë kanë mujtë me operu. Por në një kohë shumë të vështirë, si që potencove. Një kohë shumë të vështirë, një kohë depresive, edhe një farforme këtu e kom dhe sentimentin e parë për muzikën, sepse ka qenë ajo pjesa e bardhë në një jetë të zezë. Realisht shkruajshim tekste në pushtim, e sidomos në atë kohë, si fëmijë kur edhe filloi lufta, supozonim që kemi me realizu ato tekste, pa ditë që nesër jetë gjallë apo jo. Edhe, por kishim fat, edhe shkoi gjithçka mirë për shqiptarët, pastaj një pjesë aty në teksteve, do të thënë nuk është plakë, rrudhë, zhduk, po I kemi realizuar në vitin 2000, 2001, 2002. Një rrugëtim interesant, një fillim në fakt interesant, një fillim me plot, si me thonë, ngritje dhe ullje të motivit për punë. Por me gjithatë, disi prej atëherë I krijuam një farë lloj bazë, një farë themelit karrierës. Kishim rrimë u faktorizu edhe brenda Prishtinës në atë kohë, se në para luftës që kemi pas të pamundur me kalu me aktivitet jashtë Prishtinës, duke pas parasysh që vetëm Prishtinën tonë kemi pas probleme 100 herë me policinë asaj kohe. Por disi duke interesant, kur të pengon dikush të duket ma e lezetshme, stimulon më shumë, por edhe s'kishe dhe tjetër çka më marr. Edhe falë Zotit që të qëllon një lloj talentit, të cilin ti pastaj e formson, sepse kishte beqekesh nëse realisht nuk merr vesh për kësaj pune dhe me fillu me provu me gjetë vetën aty. Kështu që ne kemi ditë që në fillim që duhet një cilësi, një talent me pas, që mësë më fokusu muzikë, që supozoj që e kemi pas, edhe karriera mëse ka kallëzu që vërtet I kemi disponu disa cilësi, që na ka bërë sukses në muzikë. Përveç kësaj ju edhe ua keni hap rrugën pastaj gjeneratave të reja që ta kenë më të thjeshtë rrugtimin në industrinë muzikore. Në atë kohë ka pas edhe paragjykime dhe stereotipe për muzikën që e kemi bërë. Shpesh na kemi pas fjalë fyse prej një gjenerate pak më të vjetër, sepse u duke shumë me largët prej kulturës në cilin kishim jetu një kohë gjatë, edhe çdo gjë avangardë, çdo gjë progresive, kuptoj si kërcënim për ato vlera tradicionale tonë. Në gjithmonë kemi thënë nuk është këtë lloj kërcënimi, po është një hapje, një dimension tjetër që realisht është e dobishme për shoqërinë tonë, sepse sa ma shumë shoqëria që është diverse, sa ma shumë shije ka, aq më pasur bëhet. Edhe në fillim na kanë paragjykuar, po me kalimin e kohës, edhe për fat mirë në atë kohë kemi qenë edhe një brez, një gjenerat tjetër,
që gjenerata jonë ka pas edhe shkollimin brapa. Për shembull, unë gjithmonë e kam dashur të dijen shkencore. Edhe sa mi dalë intervista në atë kohë, njerëz kryesisht kanë met ashtu, ndoshta deri diku në shokum se kanë pa një personalitet artikulum, të formum, që e zhvillon paralelisht dijen shkencën, edhe që është në një muzikë, një kulturë e cila më shumë korrespondon me rrugën se sa me akademinë. Ka qenë një farë lloj paradoksi për ta. Pastaj ka dalë edhe shok tjerë të pit, që ka ndërtu paralelisht karrierës muzikore dhe karrierë tjetër politike, shkencore, biznesore. Për shembull, unë tani dalë para publikut si kandidat për doktor shkencë në Universitetin e Zagrebit, edhe si antar i kryesisë të një partije shumë serioze politike në Kosovë. Po ashtu e ke pas Memri Krasnisin, që ka qenë në atë kohë pjesë e industrisë muzikës, që ka përfunduar si kryetar partije. Veç tjera, që kemi pas edhe 2 kolegë nga grupi në atë kohë WNC i Shtirë, Dardan Belegun, që sot është drejtor i televizionit Dugazhin. Arlin Gjikolli, ndjes past, ka qenë drejtor i Telegrafit si portal. Derisa kolegë tjerë, ose arbri që ka pas i ritmit rrugës në pronësi një universitet, e kupton se këto nuk kanë mujt me ardhur për muzikës e për rrugës, por kanë mujt me ardhur vetëm për shkak të formimit, qoftë akademik apo një edukatë të mirë që e kemi zhvilluar dhe kemi konsideruar si vlerë. Derisa pjesa tjetër, do të thënë, kjo ndryshimi i brezit ka prodhuar një rrethan krejt tjetër për asaj që kemi manifestuar. Edhe, por tash me u kthy pak më mrapa, shohim që kur njerëzit janë informuar dhe na kanë njohur si personalitet, atëherë ne kemi thyer stereotipin dhe paragjykimin për kulturën muzikore të cilën e kemi prezantuar dhe e kanë kuptuar normalisht atë tingull, atë zhandër në popull. Sepse kemi prodhuar ndryshe. Për shembull, në maj mend që me qenë se niset si prezantim, kur është në vitin 2005, kur është dalë Kanga Albanian, kemi pas një tjetër rating në aspektin shoqëror. Por edhe më herët, për shembull, kanë qenë 2-3 këngë që u kthyn edhe në tema politike, do të nacionale, që për një njeri të ngritur të mençur e kupton që ato aksidentalisht nuk prodhohen, nëse vetë interpretuesi apo tekstshkruesi apo kompozitori nuk i takon një shtresë të përgatitur në kuptimin arsimor të tjera. Derisa kur erdhi kjo brezi tjetër, që pastaj e shndrua ndoshta disa nuanca kriminale në vlerë, filluan me e kuptu muzikën vetëm si domenë apo një fushë veprimi biznesor dhe jo shpirtëror, atëherë ne e pam veten gradualisht që përputhemi me këto ndryshime dhe jemi të rjek. Megjithatë, unë kam qenë një prej 2 vetave, hajde ta themi në term anglisht, ashtu last man standing, do të thënë për gjeneratës tonë, sepse ritmi rrugës shkoi më herët, ja jetës pa ashtu WNC-ja, dhe për një moment meta i vetmum, ka qenë tingulli 3 në atë kohë, dhe ne që e mbajtëm, pastaj edhe unë u tërjeka, edhe sot kam vetëm gjotari që ka lufton për ta vazhdu karrierën e vetë dhe më tej. Unë për ta korrektuar informatën tuaj, unë ka 3 vjet, 4 vjet që nuk interpretoj më, kam dalë me koncerte, me prezantime, me krejt, sepse tash është profil shkencor dhe profil politik. Pra pas kanë kaluar shumë vite nga kënga e fundit. 3-4 vjet i ka. 3-4 vjet i ka, dorse do të thënë edhe unë mendoj që është edhe më herët, për shkak se prodhu më herët, por kënga kur prodhohet nuk do të thonë se lëshohet të publikohet atë ditë. Për shembull, unë dia këto disa nga baladat e fundit dhe kam menduar që janë shumë fresh. Kom ju lodhë dhe me edhe një ndoshta të tjera, për shkak se e kam një masë të madhe të këngëve të cilat i kemi prodhuar studio si kemi publikuar. Edhe mos u kurse, na lodh, lutem. Jo, e kam fjalën që unë e kom punu në studio, tani për mos me dhanë një format gjysmë të sakt, duhet me kallëzu edhe pjesën tjetër. Unë vazhdoj ende me punë në muzikë, por në prapavi. Si producent, si kompozitor, si tekstshkrues, sepse nuk shputem dot me ato që hite, po thjesht në vetëm që domethënë vend fytyrës time në ekran është dikush tjetër, e kupton. Por është çaj shpirti, domethënë që e nxjerrë në letër. Po mendoj që është e pamundur mos prodhosh Genz. Mendoj që në këtë jetë i ke ardhur edhe me këtë mision. Kështu që është
derisa jeton ti, mua më duket e pamundur mos të prodhosh, mos të krijosh. Kam këtë përshtypje. Dëgja, kur diçka e do vërtet, edhe vërtet njerëz cilësojnë si të mirë në atë profesion, edhe zgjat karriera mbi 20 vjet e kupton që nuk është aksidentale. Aksidentale mund të jenë 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet dhe ftofësh. E kupton që ke depërtu në mënyrë të pamerituar në treg, edhe i jep më shpejt fund karrierës, por kur zgjat me vitet tona, kur fillimisht nisesh si djalë i ri që kthehet pastaj në një lloj trendsetter që të di si njëri që e vendos trendin, pastaj hap rrugën për shumë tjerë, do të thënë industrializon, se ne pastaj kemi personalisht e kom industrializuar çështën e muzikës, kom kriju një kompani të mirë për muzikën, për distributimin e saj, për prodhimin e materialeve të reja, videospoteve, menaxhimit të tjera, që funksionon edhe sot, por tash funksionon me njerëz të tjerë të cilët janë angazhuar në punë, aty s'ka nevojë prezenca e me fizike. Nuk është e domosdoshme prezenca ite. Por edhe jetoj me muzikën, por në një formë tjetër. E ke besu gjend që rrugtimi yt, rruga yte do ishte kaq e gjatë dhe me kaq ndikim? Jo, nuk e kam besu. Tani nga kjo distancë kohore që po flasim tani. Realisht kur kemi filluar, i majmë në diskutimet e para me kolegët e mi, që thoshim po bëjmë 4-5 vjet se kjo lloj muzike nuk shkon për njerëz pak më të rritur. Kemi mënuar që edhe në shumë rinore edhe nuk na ka hije për shembull mi pas 30 vjet, 35 vjet dhe po marrëm ato. Por kishim marrë një fakt të rëndësishëm se fajsoj veten sepse mosha e re nuk bën nuk ka kapacitet të bëj parashikime çfarë ajo vjen me kalimin e kohës. Kishim marrë një fakt themelor se paralelisht me neve rritën edhe ata që na dëgjojnë. Po, tamam. Kështu që unë ka vite, para se me përfundu, 10 vjet para se me përfundu, në kam marrë vendimin që mos lëvizim shumë për njerëzve që janë rritë me neve, edhe mos jemi në kërkim të gjeneratave të reja që i kanë 15, 16, 17, sepse nuk përshtatemi, ta është një betejë e humbur. Kështu që jemi rritë me një masë të njerëzve, hajde po plakëm i bashkë, do të thonë edhe po prodhojmë, që ndoshta për dikë tjetër një prodhim i sotëm për një 18 vjeçar, ndoshta është jashtë kohës, outdated. Por në kuptimin e njerëzve që na kanë përcjellë është fresh, sikurse që i kam bërë materialet para 20 vjetëve, se është një mentalitet i imi korrespondon me mentalitetin e tyre. Mosha ime korrespondon me një moshë tyre. Edhe ai që më ka dashur dikur, mendoj që edhe pse sot mundet mi pas më shumë vjet, prapë është dashuria, simpatia për ata që prodhoi është aty. Kështu që kjo është pak a shumë mirë, po unë edhe një format tjetër, unë punën me muzikën e kam pas, do të thonë në shtab vetëm 10% të kohës. Sepse gjithmonë kam qenë një njeri që e ka dashur shkencën, edhe nuk është aksidentale që sot do të thonë jam njeri i formuar në kuptimin e shkencës. Por edhe politikën, jam 23 vjet në politikë. Unë në politikë njerëz thonë për shembull tani aty që s'u pëlqen pozicionimi, thonë je hi tash se do të thonë ne kryve me muzikën, pa e ditë do të thonë që ata më kanë lartësuar, më kanë çuar drejt majës, tu qenë antar i partisë politike. Kështu që kurse më ka penalizuar në ngritje, nuk ka asnjë lloj relevancë sot. Edhe në aspektin shkencor kam lexuar, kam hulumtuar gjithmonë, kam shkuar arkivave, edhe muzikën e du pikërisht për këtë punë, sepse ma ka krijuar një terren të mirë, do të thonë njerëzor, shpirtëror, por sidomos ekonomik. Për ta zhvilluar pastaj shkencën, sepse për ata që nuk e kanë si informacion me se në një territor tjetër, jo në Kosovë, se Kosova labet ditore këshin ekspozuar më shumë, edhe ekspozojnë. Këtu mundet si njerëz mos me pas informat, unë kam mbaruar për politikën, fillimisht bachelorin e kam politikë, shkenca politike dhe administrat publik. Derisa në master e kam diplomacinë, por temën me konotacion historik, edhe derisa doktoraturën e kam komplet në histori në periudhën mesatar. Diplomacinë e pas kemi të përbashkët. Po, por realisht edhe historia është politike s'ka dume. Për shembull, çka do të bëhet sot në politikë, pas 50 viteve konsiderohet histori. Edhe historia studion politikën e dikushme, dhe kam ja kap një përparësi edhe në konkurrimin apo jetën politike, shkak se e njoh
aktualisht si zhvillohet, shkaku dhe i studime, po dhe i përvojës, por e njoh edhe që veprimet tona sot si lexohen pastaj në histori që më bën me të qenë më i kujdesshëm. E kupton? Interesant. E tash kjo është në anë tjetër që nuk e din, është për shembull në Maqedoni e din më pak, në Shqipëri kanë filluar me e kuptuar shkaku i ekspozimit medial më shumë, edhe punimeve shkencore që aty është një demografi më e pasur dhe njerëz lexojnë, do të thonë që në kupton demografia e pasur, në kupton që ka lexues më shumë. Edhe plus kjo që e kom zgjedhur është pak një anë komerciale në raport me shkenca tjera, se historia i pëlqen edhe atij që jeton në Spanjë, është lind në Francë, në Zvicër, intereson origjina e vet, kupton? Por pse kjo nuk ka ardhur në shprehje me kalimin e kohës, nuk është ditë deri vonë, shkaku që mundesh me i bë 15 punime shkencore, me marrë pjesë 20 konferenca, mjafton një ka nga 2 me bolla, ato e marrin vëmendje. E te i kalojnë krejt sukseset dhe punën, impenjimin që ti ke mujt me dhanë ndër vite. Përgjigjem edhe njerëz, thonë, ka njerë ka raste kur thotë çto njerëz. Një prej problemeve shoqërisë tonë. Do thonë edhe kur them shoqërisë tonë nuk e kam për një territor caktuar, për çdo kufi artificial, por shqiptarët kanë një problem, vetbesimin e tepruar. Edhe kjo është gjë që duhet të punojmë me emergjencë. Për shembull, njëri i cili ka të kryejë me shkollën në mesme veç, është në gjendje ja jap vetes drejtën me polemizuar historikun e majt të domun për pak titullin doktor shkencë. Një njeri është në gjendje me ta vlerësuar këtë akademinë e shkencës, më thonë zbojnë këta në këtë vjetër, në film, më fal, çka ke kryet. Ose më saj ka njerëz që thonë dëgjom ti mua, do të thotë, mirë, unë tash e kam një titull, e kam një rating publik, çka ke ti? Ja të thotë për shembull, jo, po në shkollë mesme kam të kryej e mirë. A e kupton rregullën bazike? Rregulla bazike e njerëzve është që mos dëgjoj këshilla prej atij që s'do ta jetosh jetën e tij. Fiks. Ti dush me prodhu diçka të suksesshme që të nifësh në publik, që pastaj unë me ta vënu veshën me thonë ka dalë se ka prodhu diçka dhe duhet dëgjohet këshilla e tij. Por njëri ja partikulum zë me shkujt shqip. Ta bën për shembull ja 3 fjali të shkume 18, 20, 30, 50 grabimet gramatikore, nuk e njeh, nuk ka prodhu diçka në jetën e vet dhe mendon që mundet me ta mja gjetë gabimet dhe me rekomandu edhe krejun e partive politike, shtetet. Po kjo fatkeqësisht nuk po ndodh veç te këto rastet e përveçme. Jo, absolutisht. Ne po e shohim po hasim te gazetarët me zahe të njerëz të cilët kanë grada të larta, po sërish. Tani edhe unë për shembull, derisa kam marrë të titulli i fundit, unë edhe pse kam pas ato masterin e këto, në raport me dikush që ka qenë akademik ose profesor doktor, edhe nëse kam dyshu dikun që e ka, më thonë prit heshtë se ka disa është një pjesë shkollimit më shumë se unë, ka më shumë vjetë, ka ndoshta informatë të cilët... Duhet di diçka për te asaj që dhe tani, kur kam ardhur deri në pikën, në shkallën e fundit të arsimit, atër unë kam jap vetes drejt me polemizu dhe me njerëz që janë më të vjetër se unë në moshë për niveli shkollimit të njësoj. Kjo na penalizon. Për shembull, njerëz të flasin, jap i vetes një lloj vetbesimi, që vetbesimi i tepruar, do të thonë, është për trajtim, nuk është diçka e lehtë. E kjo këto do të marrë. Ta kishim trajtuar me kokët vetbesimin dhe egon e tepruar, do ishim shumë më mirë. Edhe kjo po jeton me neve. Për shembull, muzikë kemi, po më dëgju mua e bën këtë lloj këngë. Po mirë, pse se ke bëu vet, po ju s'di, po. Okej, rregull, po pse po mendon se jetë çaq i rëndësishëm, edhe çaq do të thonë i përgatitur me rekomandu dikon që ka ndoshta 15 vite që është i dëshmuar, derisa ti 15 vite nuk njeh më shumë se sa plaçja jote. Kështu që merrnim gjithmonë kom porositë, merrnim sim për njerëz të suksesshëm, pavarësisht nëse nuk të pëlqen, mos u profilizoni. Mirë, po kur kemi vendosur me dëgju historinë, dëgjoj për profesionistëve, kur kemi dëgju diçka për mjek. Nga dikush që e ka jetu, jo nga dikush që thjesht teorinë e din. Edhe derisa nuk e ke, do të thënë, informatën që bashkë biseduesit, po se don atë dëgjoj prej tij. Sepse kur jap vetes mandat me rekomandu dikën, atë ti del banal. Kështu që edhe në muzikë, po edhe në politikë, edhe në shkencë jemi ballafaqur me njerëz të tillë. Dhe kjo është një farë refleksion edhe për shumë gjatë. Jo, uroj që mos me e bë. Edhe unë uroj. Po duhet nisur nga secili prej nesh. Ne po presim tani dikush tjetër fatkeqësisht. Po gjithsesi do vazhdojmë në një moment tjetër. Pyetjen të cilën unë kisha në plan me ta parashtru, ka vendosur me ta parashtru dikush tjetër, një person që ka vendosur me të surprizu, dhe besoj që do jetë surprizë e këndshme për ty. E shohim se kush ka vendosur me përshëndet Gencin dhe më ja bë një pyetje interesante. Përshëndetje Flora, përshëndetje për vësin tanë të vjetër Gencin që e ke sot aty në Safer.
për mos m'ju marrë kohë, di që është surprizë dhe keni qka me folë shumë se gjenë e ka historikën e gjanë në aspektin e asaj qka ka me të regu rreth jetës ti të aktiviteteve dhe bomave që i ka bo. Për me bo nështë ta pak ma interesant, unë e kom qaf me lanë gjurëm edhe të gjeneratat e reja. është nështë ta me bo një pyetje të gjenë se edhe më përgjigj në atë formën që shka qef aj. Na kemi kalu një kohë shumë gjak bashkë dhe kisha me vetë cili është thelbi i një bashkëpunëtorit që mund është me bashkëpunu në qatë periudhë kohore, qatë gjatë bashkë. Cilat janë ato elemente që do të mi pas në mes dy shokëve, në mes dy kolegëve dhe në mes dy bashkëpunëtorëve së qatë tjetër. Kjo është pyetja jo shumë filozofike, si që kom qef une, diçka pak më praktike për gjeneratat e reja, edhe ju përshëndes, kaloni mirë. Bye. E përshëndesim shumë Milotin. Unë thash thjesht Milot thuj çfarë të dush, e ke hapësirën tënde dhe ai zgjeti me ta bë këtë pyetje, që unë mendoj se është pyetje shumë e vend, sidomos në këtë kohë që po jetojmë na, e që grupet nuk është se po kanë një gjatësi, po shkrihen, po prishen, e kështu me radhë, nuk është se po prodhojnë kualitet, sepse mendoj që prodhimi i kualitetit edhe i mban njerëzit bashkë. Kështu që përgjigju tani Milotit edhe gjithë të rinjve. Është shumë interesant sepse realisht nuk e ka lehtë me unë me Milotin njëfëm që 30 august vjetë. Si jeni njoftu ju dy gent? Kemi qenë pjesë e një zonë ku kemi pas shtëpia të afër. Në qendër të Prishtinës aty në Pejton. Edhe pastaj kemi qenë jetë në shkollë, kur jeni jetën, të thënë zonë jetë detyrimisht jetë në shkollë. Ka jeni rritë bashkë, më pak. Po, jemi rritë bashkë, kemi formu bashkë. Është apo tëmë është një pyetje jo shumë e lehtë, jo për mu më përgjigj, po për me e bo prej ti, sepse i bën një njeriu të cilin e një më mirë se secili njeri tjetër. Nuk ka diçka që na nuk e kemi diskutu. Dhe vlerësova si pyetje, çka duhet me pas një bashkëpunëtor? Një bashkëpunëtor duhet me pas sinqeritetin e para, disiplinën e dytën, njohin autoritetin tre. Thash, kur ka raste që vjen dikush 18 vjetë dhe vjen me punu të na, ose na nëmëjt 20-21, vjen me punu në studio. Për shumë të tu në duk tak, dhe me bok tak, dhe të më ke regull që e ko dera, shko për e vetë. E kuptën? Dhe më një artë unë me të ndimu në këtë rast, si që kom ndimu dhe shumë artistave tjerë, edhe është në gjendje me ta shpjegu krejt ty çka duhesh me bë. Mirë, rregull që unë me dera, do të thënë. Po kemi prapë ajo që the vetbesimi i teprum, po na sjell deri te kjo. Pastaj kemi pas rastin fillim që punon edhe në fund a ndryshon këta se po kom qef. Okej, hajde, do më bëj me mirësjellje. Këtë në fund të dëgjon, si më thon, mos e një muj dytë thotë diçka, a pe kthen formën fillestare që ka qenë, kupton? Kështu kemi pas rastin fillim derisa e kam parandalu komplet edhe ja kam bën me të qartë. Mirë është me ila njerëzit me kuptu vetë gabimin. E kupton edhe këtu doli problemi i vetbesimit, e kupton. Në momentin që unë kam bashkëpunëtorë, që i kam aty, që njohin autoritetin, besojnë në përvojën tënde, nuk janë toksik, sepse në industritë kreative vetëm ata njerëz nuk duan. Për shembull, po qoftë edhe në politikë nëse. Nuk mund me punu me njerëz në studio ose në industritë kreative, qoftë muzika, qoftë filmi, më ka që si ta shef ti demoralizohesh. Do të thonë se do të ka i varë të rritë dhe ta jap një ndjenjë depresive, ndoshta ka një shqetësim dikun tjetër, edhe ata njerëz nuk mundën me bashkëpunu me ta, sepse nuk do njeri me shku punë me plot vullnet dhe si ti shef me tra vullnet. Po. Do të thonë kjo është një prej rregullave të para. Njerëz toksik nuk e kanë vendin as në politikë, as sidomos në art. Sidomos në art ku gjithçka shpirtërore. Po. Do të thonë, e para. E dyta, disiplina. Nuk ka mundësi pa disiplinë, sepse mungesa e disiplinës do vjen probleme me ta. Shkojnë më me marrë një detaj që ka drejt autorit edhe do me të mashtru dhe ty, apo ka shkur është ka fjet një javë, do të thënë, ka shpezu kohën e lirë kotë, si ka bo dhe ty, dhe se shpejt dhe ty të sjell probleme, mësëna, edhe disiplinën e kam të parën. Pastaj është ajo sensi i bashkëpunimit, ku të dy palët fitojnë. E të na ka shumë njerëz që tenton me të marrë ty gjithçka, edhe si realizohet lëviz, e kupton? Shkrejt të specifika, kur njerëz t'i kalojnë, edhe shef që nuk i kanë si vese, si negativitete, atër ti e konsideron si bashkëpunues potencial.
Nuk është lehtë me gjetë të njerëz, sepse një masë të madhe të sidomos të njerëzve të industrisë muzikës mos harroni që nuk kanë shkollim adekuat për dallim pe filmit ku megjithatë një akademi duheshme e krye ose e kryen shumica, e kur kryen një akademi mëson disiplinë, mëson autoritetin e profesorit të tjera, dhe sa muzikë mund të qenë absolutisht në shkollë fillore, vetë punon zani del diku aksidentalisht të diçka të formosh. E kupton? Po në raport me do të ke punë me një njerëz që ndoshta paralelisht që mund të qenë diku shumë i formuar, mund të pasë ka të afër analfabetizmit. Dhe ata që e kanë këtë, mendoj që janë suksesshëm. Po, tani këta nuk kursejnë asnjë gjë sepse nuk kanë diçka që më mbrojtë. Për shembull, muzikën pas sa më shumë informuar në aspektin akademik, pas më shumë kufizim. Sepse nuk duhet me pa dikush i banalitetet muzike dhe masaj me konsideru si person i cili ka mujtë me banalizu dhe shkencë. Edhe me politikën në këtë rast. Për shembull, jem shumë i kujdesshëm shkakut që nuk flas diçka që nuk e menoj. Sepse kam frikë që dikush atje thotë po ndëgjoj kur e flet këtë banalitetën politik, çfarë banalitetesh tjera pas ka prodhuar shkencë. Unë nuk e lëndoj ata, pikërisht. Por kjo nuk është tregu i sotëm. Kjo është diçka tjetër tash. Tregu i sotëm vjen keq nga kjo distancë kohore që po flasim, që industria e muzikës shqiptare ka arritur deri në këtë pikë, do thoja. Ku më po punohet vetëm për kuantitet, po prodhohet vetëm për kuantitet, ndërka që nuk është se po dëgjojmë vlera, nuk promovohen vlera as në tekste, as në këngë, sidomos në videoklipe, ku ne shpesh shohim që femra gruaja objektivizohet, tekstet janë nënçmuese, fenomene që nuk duhet promovuar. Karriera për muzikës nuk bën me pritë që mu kanalizu komplet. Për këtë arsye do gjithmonë ekziston dallimi. Po fatkeqësisht muzika është gjithandej. Po, edhe jep botën jashtë ekziston dallimi mes muzikës të mirë dhe muzikës të keqe. Do të thonë, edhe të na. Këto që po i përmend, unë i konsideroj në kuadër të muzikës e cila nuk është adekuate. Por duhet të gjykuar në kontekstin kohor. Për shembull, në fazat e tura të hershme, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001 e tjera, ne kemi pas një situatë ku nuk kemi pas informat shumë për muzikën, sidomos për zhandrin tonë. Këtë që ke mujtë me marrë informat është me lëshun, nështë një televizor shtetënor në atë kohë sërbë, se s'ke pas tjetër, edhe me pas cilin këngëtar të jashtëm po e qesin gjatë krejt ditës edhe ke pas disa nështë 15 minuta diku ka ora pak para orës 7, para lajme, ke pas një kalëshun e 3-4 këngë edhe në basë asaj ke mësu. Për këtë arsye gabimet tona, tekstet për shembull që kemi pasur në nuanca për shembull 16-17 vjet, nështë pikërisht të tilla me konotacion të papranueshëm e tjera. Por kur gjykohet në kontekstin kohor e kupton që realisht s'ka pas rrugë tjetër, sepse ndryshe sot hyn në internet u është korrekte kjo shprehje, është kështu, a mos është racizëm, a mos është seksizëm e tjera, i merr tona informatat. Bile tash ka ndodhur kjo puna e inteligjencës artificiale që e merr tekstin dhe thu potencialisht kallëzon i kritikat potenciale. A mendon që rrezikohet profesioni edhe i artistëve me jo vetëm ky profesion? Kjo është një diskutim që po ndodh kohëve të fundit shumë, sepse ato që dikur është dashur 3 muaj me prodhu, me këndu, me bë master, sot inteligjenca artificiale ta bën për 3 deri në 5 sekonda. Do të thonë vetëm jep komandën, gjen vetë këngëtarin, gjen vetë instrumentet, edhe e bën në formën perfekte sa që është problem me prodhu një zo organikët. A është e dhimbshme kjo? Tani kjo është shumë e dhimbshme sepse tash kanë filluar dhe hitet e para. Për shembull, një 3-4 hitet që na kanë shoqëruar si vjet, të cilat janë produkte inteligjencës artificiale. Dhe ne kemi parë që kanë kaluar miliona brenda pak ditësh. Është vërtet, sidomos i kanë marrë do këngë që kanë kaluar në domenin e përdorimit të lirshëm, sepse nuk kanë marrë drejt autorit. Për shembull, këngë që sepse drejta e autorit nuk kupton e ke drejtën e përjetshme, edhe 70 vjet pas vdekjes. E trashëgojnë drejtën e autorit. Tregoj fëmijët ose dikush që ke vendos mjalon si trashëgim. E tani, janë disa këngë që autori ka vdekur para 80 vjetëve, 100 vjet dhe kalojnë në përdorim të lirshëm. Edhe këta tash i marrin, i modernizojnë edhe pa u mundu në fakt as tekstin më shkruajt, as me konsultu një melodi paraprake. Edhe kjo po ndodh tani. Normalisht për artistë të mëdhaj e lehtëson prodhimin, mirë po gjithmonë e ka dhe një anë të keq që ku mundemi me pas materiale të shumta, me umush playlistat me inteligjencë artificiale të interpretuar për njerëz që nuk ekzistojnë dhe mua kjo nuk më pëlqen sepse megjithatë muzikën e konsideroj shpirtënore, nëse nuk del prej shpirtit, atëherë nuk e konsideroj edhe si muzikë më.
pavarësisht, edhe ato shterrimet të zhanit, nështë dikon eventualisht pasiguria më pëlqen se duket organike, duket ajo bio që është në muzikë. Ndryshe s'do ishte artë, por halli kryesor do të që ka kinematografia. Sepse unë jam shokun në aspektin kinematografik, për shembull shoh skena të cilet Hollywoodit ju kanë dhënë nështë $200 milion me realizu një skenë, tash e për 5 sekonda, dhe njëri është realisht nuk ka kur farë dallimi mes njerit të ekzistues dhe jo. Po tani na janë rritur edhe shqetësimet, se deri ku mund të arrijë kjo? Shqetësimi vetëm që unë e kam pa dhe unë mendoj është shqetësimi që kjo mundet masandaj me goditë dhe institucionin e familjes. Përderisa tani e marrin për shembull një figurë publike dhe qesin në Sahara, për shembull me deve, ose në vizë do spot e marrin njeriu edhe e çojnë për shembull në Alaska dhe nuk edhe mbrapa. Se çfarë mund të po bëhet. Edhe mbrapa i qesin figurant që nuk ekzistojnë dhe ti se kupton se dallimi praktikisht është zero. Çka nëse do të thonë dikush tjetër fillon me keq përdor këtë punë dhe me fut skena të papërshtatshme në kuptimin moral kundrejt familjes. Tani problemi që kur depërton si informat, për shembull një skenë montuar me inteligjencë artificiale, kalon në domen publik që është e turpshme, do të thonë e turpshme në atë kuptimin moral, hajde shpjegoja tash ti do të thonë rrethet familjarëve njerëzve shoqëni që ajo është e prodhuar me inteligjencë artificiale. Dëmi bëhet. Dëmi bëhet, nuk rikuperohet. Nuk rikuperohet sepse kur ti kjo dele demonton, që na si shoqëri jemi të që shtyn para gjykimit. Edhe kam të thonë për shembull, hajde se ky filan fisteku nuk e ka bë, po e ka bë vërtet, po ja kalon fajin inteligjencës artificiale. Kështu që nuk e bind asnjëherë, se jemi si shoqëria njerëzore është e prirur, domethënë më shumë me dashur ato që do të besu vetë se ato që është. Po, prandaj po them dëmi bëhet. Nuk e di si kemi manifestuar tani në fazën e ardhshme në aspektin familjar. Mbetet ta shohim. Genc nuk është se njihesh nga personazh që kemi rastin të shohim ndryshe të ulur në studio televizive për të folur për gjëra që i dëgjojmë shumë shpesh personazh dhe kolegët e tu ta bëjnë. Po gjithsesi po insistoj sepse dua të flas edhe për dimensionin tënd dhe për pjesën sentimentale që të bën ty të jesh besoj Genci. Dua të flas pak për familjen tënde, duke nisur për djalin tënd Gjinin, Enin dhe vajzën Aden. Po e nis me Gjinin, me qenë se ai të ka bërë për herë të parë baba. Më thuaj në çfarë ka ndryshuar jetën tënde, konceptin tënd për jetën, ardhja e Gjinit. Një jetë i cili tash kur e pash në fotografi ishte bërë më i madh se ti. Ta manje një burr. Me Gjinin e konsideroj që kemi ca foto të bukura që do kisha dashur me i pa që i ka marrë sigurisht nga Instagrami i Gencit. Me Gjinin e konsideroj që nuk hajde tash ti t'jepi pak një dozë të lehtë humore. Fillove me qesh, u gëzova, se deri tash është shumë serioz. Nuk e kam realisht thonë njerëz për shembull si e ke rrit Gjinin. Unë me dozë të humore të nuk e kam rrit Gjinin, jo më rrit bashkë me të. Sepse ka qenë moshë shumë re. Kjo është Adeja. Kjo është Adeja. Kjo është familja e Gencit. Po. Tani Gjini është rritë, ka bën një moshë ku realisht ka jetën e vet, ka punën në fakultetin e tjera. Edhe tash vëmendjen ta rrëmben një gjë vogël aty që mësillet me do pipa kështu anësh, që është në gjendje me mprit të dera, do të thotë për një kohë gjatë derisa të kthehem, Adeja. Jam i lumtur me familjen time, me Enin kam një raport fantastik, shumë shoqëror të mirë. Kështu që ndjemi plotësuar edhe në rrafshin familjar. Më vjen shumë mirë. Përveç kësaj, Genc, unë desha që këtë pyetje ta bëj nga fillimi, emocionalisht, shpirtërisht, në çfarë faze është Genci, duke i përfshi të gjitha angazhimet që ti ke, duke përfshi edhe jetën tënde politike tani që je mjaft aktiv, në çfarë gjendje emocionale është Genci, duke përfshi edhe prodhimin që ti vazhdon ta bësh edhe si producent, të punosh për artistë të tjerë. Prodhimi nuk më merr shumë kohë, sepse kam stabilizuar me vitet tona për 2 decenje. Dhe realisht njerëz aty që unë kam nevojë një herë në javë më ul me pa si eventualisht 2. Nuk më merr kohë. Jashtë fushatave elektorale ku për ty më vështirësohet koha, unë e kam të organizuar me jetën asaj forme sa që mos me marr diçka prej një sektorit më shkëputë me lënë keq. Për shembull, e para është familje, që çfarë lloj aktiviteti, çfarë lloj ngarkese nuk e cënoj kohën me ta. Kupton? Realisht, pa i kryer detyrat familjare, nuk vazhdoj në aktivitete tjera profesionale. Për mua është më e rëndësishme familje,
raporti shëndoshme në familjes, e pastaj, do të thënë, punë tjera menaxhohen, qose nuk jam mjaft me menaxhu këto punë tjera, atëherë normalisht s'kisha qenë ky që jam sot. Edhe e dyta, duke njoh veten, atëherë kisha bërë përpjekje që me pezullu njënën për tyre ose me braktis njënën prej aktiviteteve. Do nëse jam i lidhur shumë, qoftë me politikën, qoftë me shkencën, por edhe me industrinë e muzikës. Por tjeri të bindur që në rast se më kishë penalizu në aspektin familjar, unë e kisha braktisë se si të për tyre. Ja, për shembull, nëse do të tani po e bëjmë këtë provë. Çfarë do kishe braktisur të parën? Muzikën. Tjera do i mbaje fuqishëm. Dëgja, shkenca është kur njeriu përgatitet në kuptimin që ka mu marrë me gjithë jetën me të. Edhe atër kur politikisht konsiderosh i konsumum, edhe atër kur në aspektin industrisë kreative të muzikës të del për tregut, shkenca është ajo që edhe 95 vjetë që ose e ke mendjen, shëndetin, sytë punojnë edhe gishtat për më shkrujt, atë ti punojnë edhe 95 vjeç. Që kur ti formohesh në aspektin shkencor, formohesh me diçka që kemi akushtu gjithë jetën, e jo një fazë të caktuar të jetës. Për shembull, politika është një fazë. Për shumë, në kom pas politikën, po s'kom stagnu në muzikën, kom qenë antar i Partisë Demokratike të Kosovës për 2002-ës, po shpërthimi më i madh imi ka ndodhur në muzikën 2005-ën. Që po të më kishte penalizu, unë s'do të shkëlqen në kuptimin e muzikës. Dhe në shkencë, të qose kishim qenë në probleme, dhe më thënë, kohore, qoftë me muzikën, qoftë me politikën, atë nuk isha avancu në kuptimin shkencor. Dhe më thënë, sepse kishe pas penalitete. Por në fund ditës, më të rrezikuara janë muzika edhe politika, por shkencën asnjë nuk e praktikoj. Okej, po, pra vazhdoj ta mbaj këtë qëndrim që Genci pa muzikë nuk është Genci. Adese unë thash duhet të nduru edhe një 10 vjet tjera se kemi me publiku materiale të cilat i kom realizu dikur. Për shembull, kur ke studio, kur ke kompani tonë, të prodhimit, ti nuk e bën një këngë dhe me nxerrën të nesër. Ti i bën është 20-30 se pekëshyt cila po të bindë më shumë. Edhe nëse ti e ke bërë të parën, të mirë, prita kur e bëra, këtë ta bëj edhe dytën, shoh, tretën, katërtën edhe po. Tani kur e nxerr një, ato palohen. Pastaj fillon me prodhu prapë nxjerr dikon edhe 20 tjera palohen. Kështu që tash i kemi dikon janë 100 i katin janë 100 materiale të cilat mund dalin më në 10 vite, po jo me të xhiru me video spote dhe si gjëra se kur ti bën video spot ti je kompetitiv. Ti ke synim kompetitiv. Do të thonë konkurrues. E unë muzikën sot nuk e kam aspekt konkurrues. Unë kam po thirrë edhe që 10 gjithë fundit. A është më rehat të prodhosh në këtë mënyrë? Patjetër që po. Për këtë arsye qëndroj lumtur aty ku jam. Sepse edhe për 2015 kur vendosim me pauzu ose me zhbo grupin, se iku kohë e grupeve, për 2015 e kom bashkëdu vetë, unë gjithmonë kom thonë, mos më konsideroni kompetitiv. Ju mund dhe me më thirën koncerte, do të thonë është në rregull, në vi për publikun, për njerëz, por nuk jam ashtu me thonë që çka do bëj tani mi rrit në nivelin e koncerteve e tjera. Po, përgjithësi kam kujtime të mira për muzikën. Edhe vazhdoj me dash muzikën, shkallë që më kap qetësinë me punu në Edhe shumë bukur këtë edhe në fillim, bëri përshtypje. Qose, shkurt, për shembull histori duhet me shku në arkiva me kërku. Tash arkiva duhet me shku në Dubrovnik, sepse për periudhën mesjetare, cilën i takoj, arkiva më relevante është Dubrovniku. Po Dubrovniku në tjetër anë është ndoshta në vendi më i shtrejt në Ballkan. Edhe ti mund me shku me 30 ditë dhe mos me gjetë asnjë dokument relevant. Ja duhet me përsërit në stop. Në kushte tjera, mos ta kisha pas muzikën, kisha pas penalitete në kuptimin ekonomik. Kështu që muzika ma ka siguru përveç jetesës të hajdet mirë, ma ka siguru dhe terrenin për më avancu shumë më shpejt shkencërisht edhe mos më pas kufizime. Për këtë arsye, thëmë që ose dikush e përdor muzikën si instrument për më fuqizu qoftë në shkencë, dita përdoj, ato është gjëja më e bukur që mund të ketë ndodhur njëri. Dhe unë konsideroj që gjëja më e bukur që më ka ndodhur është muzika, shkallë që më ka lesu kudo rrugën. Edhe sot jam shkencëtar më i mirë, jam politikan më përmbajtësor në atë kuptimin, edhe më parimor, sepse s'kam marrë kur parasysh me bë kompromis. Ka bërë një profil të kompletuar që je sot po. Edhe plus edhe ta shun atë etjen për suksesën në kuptimin e jetës publike. Sepse është më e madhe. Po marrim shembull. Hajde. Me pyet dikon në Maqedoni kush është Bajram Kusumi, nuk e din absolutisht, shumë pak ndoshta. Ndoshta
500 vetë, 200 vetë, 300, edhe ata kryesisht njerëz shumë të inkuadruar politikës në historinë e re të Kosovës, ai ka qenë kryeminist e Kosovës. Po me pyet për shembull njerëz kush është ndoshta grupi minatori, krejt e din. Edhe pse ka ndoshta 20 vjet që s'bojnë diçka. Kjo ka thënë se e shëron etjen për sukses në aspektin publik në muzikë, edhe kur jem politik ti nuk ke nevojë me bë kompromise, je parimor, se je plotsu dika tjetër. Që për këtë arsye muzika do të konsiderohet që një pjesë më e bukur e jetës që kam pasur sepse ka jep komoditet tjetër. Tani janë politikanë shumë të mirë. Edhe shumë të suksesshëm. Këta do të më shpjegoj njerëz, unë nuk kam hyrë si artist në politikë. Këto ja shpjegoj njerëz. Unë në politikë kam hyrë si një njeri i cili ka dashur politikën, por është formu, do të thonë, në aspektin akademik, edhe unë sot jam në politikë si një njeri i cili ka mbaruar studimet e politikës edhe historinë që e ka. Po pra i përgatitur, i kompletuar. Jo përmes muzikës më hyrë. Muzika është atje. Unë kam hyrë në politikë dhe kam vazhduar të shtetu politikë me dy profesionet që akademike që i kam. E qartë. Edhe është një gjë tjetër. Ne jemi fare në fund. E di, por kjo është shumë interesante. Se fillova tash edhe musikletos, sepse kisha dëshirë të kishim edhe pak minutash për të vazhdu këtë, sepse definitivisht një personazh interesant për tu intervistu. Komplet koncepti më ra në ujë dhe e more ti emisionin në dorë. Mirë po folëm për fenomene që shumë rrallë kemi rastin t'i flasim dhe shumë rrallë kemi personazh të kompletuar dhe kompetent që mund të flasin në këtë temë. Do të thonë edhe një gjë të vogël. Për shembull, njerëz thonë ta thash ata me vetë besim, do të thonë deri në fazën, do të thonë, hajde mos të shprehem, do të thonë kesë deri në fazën shqetësuese. Thonë për shembull, ku ke pa ti, do të thonë muzikantë në politikë, edhe të lajmërohet njëri për shembull që jeton në Amerikë. A nuk e din për shembull që i kanë disa presidentë që kanë qenë ose aktor, se e ka pas para 2 vjet dhe sekretar shtetit që është ekuivalent me kryeministin, i cili mas konferencës për shtypën në shtëpinë e bardhë dhe merr ke bas gitarën, domethënë me bendën e vet në shtëpi të bardhë, po. Nuk e kuptojnë që ka shumë personalitete të Evropës jashtëzakonisht formuara që do të kanë qenë kanë qenë edhe artistë, por kanë pasur studime tjera. Tash jetosh ti në një vend si Gjermania, Zvicra, Amerika, ti thosh dikujt na do të thonë s'bën artisti me kalon politik, ti do të thonë je një specie, një celul e pa integruar, do të thonë atje, do të thonë kështu që je një pikë uji diku, do të thonë se prekur kush. Realisht do të thonë flet në një regres të frikshëm edukativ. Jeton në një vend ku tjetër vlera transmeton atje diku i izoluar atje, ose ke punën e vështirë shumë që s'shet dritë me sy, se përndryshe pak me pas kontakt me shoqëritë e dokumti e kupton që arti është vlerë shtumë, jo penalitet. Sepse nëse i kishim thonë këtë punë, do mbarova, nëse i kishim thonë për shembull, nëse dikush më thotë mua merru me muzikën se muzikantu bën në politikë, atëherë mundesh njëjtën gjë supozohet që i kishte thonë edhe Bill Clintonit merresh me saksofon mos merr me politikë me çliru shtetin e Kosovës. E kupton çfarë banaliteti? Po. Do thonë edhe kjo ajo është vetbesimit të prumë që njerëz në asnjë rast nuk i çon staza të mira, po e banalizojnë vetë. Fatkeqësisht po. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Prizma dhe që patëm rastin të flasim tema kaq interesante dhe besoj që janë surprizuar pozitivisht ata të cilët nuk të kanë njohur për te Genci si artist. Faleminderit shumë për kohën dhe mundësinë që na e dhe. Kënaqësi, vërtet kalova mirë, suksesi. Vjen shumë mirë, faleminderit.